Një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar mesditën e së shtunës në Kamës, ku një argjendari është bërë shënjestër e një grabitjeje të armatosur. Sipas të dhënave paraprake, rreth orës 13:00, dy persona të paidentifikuar kanë hyrë në ambientin e argjendarisë Roy, e cila ndodhet në qendër të qytetit edhe shumë pranë komisariatit të policisë. Autorit kanë qenë të maskuar me skafandra motori për të shmangur identifikimin dhe njëri prej tyre dyshohet se ka qenë i armatosur me një armë zjarri, me të cilën ka kanosur punonjësin e biznesit. Pas kërcënimit, ata kanë arritur të marrin një sasi bijuterish dhe më pas janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes me një motor. Sipas zburimeve paraprake, dyshohet se autorët kanë përdorur edhe një armë të tipit automatik gjatë largimit. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë bërritur në vend ngjarje dhe kanë nisur kontrollet në zonë, duke ngritur pika të shumta kontrolli në rrugët hyrëse dhe dalëse të Kamzës. Grupi hetimor po vijon punën për mbledhjen e provave, sigurimin e pamjeve të kamerave të sigurisë dhe identifikimin e autorëve me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të grabitjes dhe kapjen e tyre sa më shpejt.